Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Të shikojmë që na kanë rezervuar letra tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e martë 23 qershor 2026. Dashi, letra jote dash, mbretëresha e skopinjve e përmbysur. Letra e tarotit, mbretëresha e skopinjve e përmbysur tregon energji të bllokuar, mungesë vetbesimi ose ndjesinë se po mbet motivimin sa më shpejt se duhet dash. Mund të ndihesh sikur pengesat e momentit po të largojnë nga ëndrat dhe synimet e tua, por kjo është vetëm një fazë e përkohshme. Këtë të martë mos lejo që rrethanat aktuale të përcaktojnë vlerën apo potencialin tënd. Ndonjëherë lodhja fizike dhe mendore të bën të shohësh diçka më të vështirë se sa është në të vërtetë. Jepi vetes pak kohë për pushim, qetësi dhe kujdes personal. Një gjumë i shkurtër, një shëtitje ose thjesht një moment relaksi mund të të ndihmojë të fitosh energjinë dhe qartësinë mendore. Kur të rikthehesh me një këmbështim të freskët, do të kuptosh se je shumë afër suksesit se sa mendon. Mos hiq dorë nga ajo që dëshiron, thjesht ngadalëso ritmin për pak qaste dhe vazhdo përpara me besim. Demi, letra juaj Dem, 6 kupat e përmbysura. Letra jote e tarotit për të martën, 6 kupat e përmbysur, sjell një mesazh të rëndësishëm për rritje personale dhe ecje përpara. Ti vlerëson kujtimet e të kaluarës, edhe ato nuk kanë qenë të lehta sepse ato të kanë ndihmuar në formimin e personit që je sot. Megjithatë, kjo letër tregon se ka ardhur koha të mos jetosh më vetëm me nostalgjinë të shkuarës. Të martën universi të fton të hapësh një kapitull të ri dhe të pranosh ndryshimet me zemër të hapur. Nuk po lë pas kujtimet e tua, po ndërton të reja mbi themelet që ato kanë dhënë. Një rrugë e re po shfaqet para teje dhe më në fund je gati ta ndjekësh. Përvojat e kaluara do të mbeten gjithmonë pjesë e historisë tënde, por aventurat më të bukura mund të jenë ende përpara. Besoj i vetes, shiko drejt së ardhmes dhe mos ki frikë të dalësh nga zona e realisë. Mesazhi i ditës. Ndërto të kaluarën, por mos e haro se ardhmja ka ende shumë kujtime të mrekullueshme për të dhuruar. Binjakët, letra juaj Binjak, forca e përmbysur. Letra juaj e tarotit për të martën është forca e përmbysur, një kujtesë e rëndësishme se edhe ti ke kufitet tu të energjisë. Kohët e fundit mund të ndiheshim i ngarkuar nga përgjegjësitë, detyrat ose pritshmëritë që i ke vendosur vetes. Kjo ditë të fton të tregosh dëmshuri ndaj vetes, nuk ke nevojë të punosh pa pushim apo të provosh vazhdimisht vlerën tënde para të tjerëve. Vlera jote nuk matet nga sa shumë arrin të bësh brenda një dite. Merr pak kohë për të ndaluar, për të reflektuar dhe për të rikthyer në ekuilibrin tënd të brendshëm. Ndonjëherë forca e vërtet nuk qëndron te shtytja përpara me çdo kusht, por te pranimi i nevojës për pushim dhe rikuperim. Mesazhi i ditës: jepi leje vetes të jesh njeri. Pushimi nuk është dobësi, është pjesë e forcës që të ndihmon të vazhdosh më i qartë dhe më i fortë. Gaforia, letra juaj Gafore, 2 kupat e përmbysur. Letra jote e tarotit për këtë të martë është 2 kupat e përmbysur Gafore, një letër që lidhet me ekuilibrin në marrëdhënie dhe mënyrën se si energjitë e dy njerëzve mund të mos jenë në harmoni. Ti zakonisht shman konfliktet dhe nuk të pëlqen përplasja. Dhe kjo letër të kujton se nuk ka nevojë të hysh në debate për të provuar se ke të drejtë, as të kërkosh vazhdimisht vërtetim nga të tjerët për të ndjerë se je dëgjuar. Sot është e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm për marrëdhëniet që mund të bëhen pak të tensionuara ose të pabalancuara. Kur ndjen se një situatë po shkon drejt konfliktit, ndalo për një moment dhe kujto prioritetet e tua. Mesazhi i letrës tënde. Gafore, paqja jote e brendshme është më e rëndësishme se çdo debat. Zgjidh të ruash ekuilibrin dhe të mos humbasësh energji në situata që nuk të shërbejnë. Luani, letra juaj Luan, 5 skopinjtë e përmbysur. Letra jote e tarotit këtë martë është 5 skopinjtë e përmbysur, një kartë që flet për konkurrencën, krahasimet dhe nevojën për të gjetur paqe në marrëdhëniet me të tjerët. Mund të ndjesh se po e mat veten ose suksesin tënd në raport me miq, kolegët apo njerëzit që të rrethojnë. Por sot universi të kujton se jo çdo gjë duhet të shihet si një garë. Jeta nuk ka të bëjë vetëm me fitore dhe humbje. Ka momente kur je në krye dhe ka sukses, por ka edhe raste ku sfidat të mësojnë mësime që vlejnë më shumë se çdo fitore. Merr pak kohë për të reflektuar mbi përvojat e fundit. Çfarë ke mësuar? Si je rritur? Përgjigjet mund të jenë më të rëndësishme se sa rezultati përfundimtar. Dhe mesazhi i letrës tënde, Luan: mos e mat vlerën tënde vetëm me sukseset. Ndonjëherë humbjet më të mëdha sjellin mësime më të vlefshme dhe të ndihmojnë të bëhesh versionin më i fortë i vetes. Virgjëresha, letra juaj Virgjëresh, 7 skopinjtë e përmbysur.
Letra jote e tarotit për këtë të martë është statoskopin e përmbysur, një shenjë se është koha të heqësh dorë nga presioni pa nevojshëm. Ti je mësuar të marrësh përgjegjësi, të zgjidhësh problemet e të tjerëve dhe të pikësh të mbash gjithçka nën kontroll. Po sot universi të thotë, lëre të shkoj. Jo çdo betejë duhet fituar dhe jo çdo bar duhet mbajtur mbi supe. Ndonjëherë ajo që duket si humbje në moment, rezulton të jetë një bekim në plan në afatgjat. Duke hequr dorë nga diçka që të lodh, krijon hapësirë për mundësi më të mira dhe për më shumë qetësi në jetën tënde. Kjo letër të kujton se nuk je detyruar të jesh përgjegjës për diçka dhe për të gjithë. Koha jote është e çmuar dhe meriton ta përdorësh për gjërat që kanë vërtet rëndësi për ty. Mesazhi i kartës tënde: ndonjëherë fiton më shumë duke hequr dorë sesa duke vazhduar të luftosh. Lirohu nga ajo që të rëndon dhe lejoj vetes të marrësh frym lirshëm. Peshorja, letra juaj peshore, ylli i përmbysur. Letra jote e tarotit për këtë të martës të ylli i përmbysur peshore. Një kartë që në pamje të parë mund të dukesh gënjyese pasi lidhet me humbjen e shpresës ose të pritshmërive. Megjithatë, mesazhi i saj është më shumë pozitiv se sa duket. Sot mund të kuptosh se po shpenzon shumë energji duke dëshiruar që dikush të ndryshojë ose të bëhet personi që ti dëshiron. Kjo kartë të fton të heqësh dorë nga pritshmëritë e tepërta dhe të pranosh njerëzit ashtu siç janë. Kur ndalon se luftuari kundër realitetit, zgënjimi fillon të zbehet. Pritshmëritë zhvendosen edhe nga pranimi, ndërsa paqja e brendshme rikthehet gradualisht. Nuk ke nevojë që të tjerët të ndryshojnë që ti të ndihesh i lumtur. Kjo e martë sjell një ndjenjë çlirimi emocional. Sa më shumë të pranosh atë që nuk mund ta kontrollosh, aq më lehtë dhe më qetë do të bëhet zemra jote. Dhe mesazhi i letrës tuaj: lumturia nuk vjen nga ndryshimi i të tjerëve, por nga pranimi i tyre. Kur heq dorë nga pritshmëritë, krijon një hapësirë për paqe, qetësi dhe gëzim të vërtetë. Akrepi, letra juaj akrep, faqja e kupave e përmbysur. Letra jote e tarotit për këtë të martë është faqja e kupave e përmbysur. Akrep, një shenjë se diçka mund të ketë dokuar frymëzimin, kreativitetin ose motivimin tënd emocional. Lajmi i mirë është se ti tashmë e di se brenda vetes se çfarë po të pengon të ecësh përpara. Kjo vetdije është fuqia jote më e madhe sot. Kur arrin të identifikosh burimin e problemit, fiton mundësinë për të ndryshuar situatën. Në vend që të falsosh veten për gjërat që varen nga ti, është koha të përqendrohesh tek ato që mund të kontrollosh. Këtë të martë 23 qershor, universi të fton të rifitosh besimin tek vetja dhe të marrësh përsëri drejtimin në jetës tënde. Mos e humb energjinë duke menduar për gabimet e skaluarës apo për rrethana që nuk mund t'i ndryshosh. Përqendrohu te hapi i radhës dhe vepro me vendosmëri. Dhe mesazhi i letrës tuaj: fuqia jote rikthehet në momentin që ndalon sa fajsuar i veten dhe fillon të veprosh. Ti e di çfarë duhet bërë tani, është koha që ta bësh. Shigjetari, nën shpatat e përmbysur. Kjo është letra juaj shigjetar. Për këtë të martë, letrat e tarotit. Kjo është një nga shenjat më pozitive kur bëhet fjalë për shërimin emocional dhe largimin nga periudhat e vështira. Kjo letër tregon se po del gradualisht nga një fazë ankthi, stresi dhe shqetësimi që të kanë rënduar për një kohë. Ti ja dole edhe kur je tabu me vështirë dhe sfidat dukeshin të pafundme, nuk hoqe dorë nga vetja. Pavarësisht dhimbjes, pasigurive apo zgënjimeve, vazhdo vetë ecë përpara dhe kjo forcë po të përblet tani. Në 23 qershor, kjo kartë sinjalizon një ndryshim të rëndësishëm në rrethanat e tua. Situatat që dikur dukeshin pas zgjidhje fillojnë të qartësohen dhe rruga përpara bëhet më e lehtë. Një ndjenjë shprese dhe lehtësimi po rikthehet në jetën tënde. Mesazhi i letrës: kapitulli më i vështirë po mbyllet, lëre pas të kaluarën me besim dhe shiko drejt të ardhmes, sepse ditë më të mira po vijnë për ty. Bricjapi, letra juaj bricjap, 8 pentakullat e përmbysur. Letra jote për këtë të martë është 8 pentakullat e përmbysur, një shenjë që lidhet me presionin dhe lodhen nga përpjekja e vazhdueshme për të bërë gjithçka si duhet. Ti je natyrshëm i përkushtuar dhe punëtor, por sot universi të kujton se nuk e lindur për të qenë perfekt. Përpjekja për të arritur përsosmëri mund të ketë marrë më shumë energji se sa duhet dhe është koha të lësh pak nga ky presion. Këtë të martë, në 23 qershor, mund të kuptosh diçka të rëndësishme. Gjërat shkojnë më mirë kur fokusohesh te procesi, jo vetëm te rezultati. Kur gjen kënaqësinë atë që bën, diçka bëhet më lehtë dhe më produktive natyrshëm. Mesazhi i kartës: nuk ke nevojë të provosh vazhdimisht vlerën tënde përmes punës së pandalur. Kur e lejon veten të shijosh rrugëtimin, edhe rezultatet bëhen më të forta.
Ujori, letra juaj ujor, asi i shpatave i përmbysur. Letra jote e tarotit për 8 martë është asi i shpatave i përmbysur. Kjo letër lidhet me keqkuptimet, komunikimin e paqartë dhe rrezikun për të interpretuar gabim qëllimet e të tjerëve. Kjo letër të kujton se sot mund të mendosh se e ke kuptuar një situatë ose një bisedë, por realiteti mund të jetë ndryshe. Prandaj është shumë e rëndësishme të mos nxitosh në përfundime. E 8 martë, çelësi i ditës është komunikimi i kujdesshëm. Bëj pyetje, dëgjoj me vëmendje dhe mos supozo asgjë pa e verifikuar më parë. Kjo do të ndihmojë të shmangësh debatet, tensionet dhe keqkuptimet e panevojshme. Dhe mesazhi i letrës tuaj. Sqarimi është më i fuqishëm se supozimi. Kur pyet, fiton qartësinë dhe qetësinë. Dhe mbritëm tek peshqit, letra juaj peshq, perandori i përmbysur. Kjo letër për 8 martë është një shenjë që lidhet me paqartësinë në autoritet, mungesë përgjegjësie dhe situata ku fjalët nuk përputhen gjithmonë me veprimet. Këtë 8 martë mund të duket më e vështirë të kuptosh kush është vërtet serioz dhe kush nuk mban premtimet e tij. Kjo mund të sjellë zgënjim, sidomos kur ke nevojë për stabilitet dhe siguri. Letra të këshillon të qëndrosh i qetë dhe të mos nxitosh në gjykime. Merri gjërat ashtu siç thuhen, pa i zbukuruar apo pa i ngarkuar me pritshmëri të tjera. Koha do të tregojë më qartë se kush është i besueshëm dhe kush jo. Dhe mesazhi i letrës tuaj peshq. Stabiliteti vjen kur nuk mbështetesh vetëm te premtimet, por te realiteti i veprimeve. Qetësia jote është mbrojtja më e mirë sot. Dhe ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 shenjat të zodiakut për ditën e martë 23 qershor 2026. Ju falenderoj që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.